Në Samatull, ta që kemi pas ne, shporta ushqimore në kohën tonë, ka qenë 100% me lirë se që është sot. Ta shka deklarimi nga eksponentët vendosë që thonë që si asë njerë tjetër në këto 50 ditë të fundit kanë pasur mësë shumë të i para qytetarët. Kjo është një manipulim i thjesht që këtë ki përball një jurist, jo ekonomist, po këtë kom mësu në gjimnaz, vitë parë më kujtot, kemi pas ekonomi. Dhe më thonë, kur ndodhë inflacioni, ty sasia e pareve në gjep të shtohet, po të bje fuqia blerë, se na thëshin profesor në gjimnaz, se arrej kur atë. Na sot, i kemi rrogat ma të nalta se para 10 vjetë. A fuqim blerë se kemi shumë ma pak. Qka ke ble me 100 euro para 5 vjetë, sot ti mundesh me ble me 150 euro. Sigurisht ki pare ma shumë, po kanë vlerë ma pak. është si me thonë, me marrë 10 euro dhe me dalë në atonë në kuks, e me i këthyn lek e me mush gjepat lek. Po vlerën, parat motën me vlerë. Cili minister në botë i financave i matë kështu vlerën e pareve? Cili është ai minister amater që matë kështu vlerën e pareve? Me sasi, jo me fuqi. Deklarim që ka mësë shumë të këtë periudhë që qytetarët kanë kursime, edhe në banka. Jo, s'është e vërteta. Do të thonë, me matë i parën me sasi, jo me fuqim vlerëse, është amatorizëm kështu në kuptim dijes ekonomike, unë tash që jam ekonomist, po qëto gjonave, dhe që se cili që ka bo një bachelor, jo ma shumë shkollë, ose në fakt gjimnaz që ka bo gjimnazin e mirë, këto i kuptan. Mirë, zë Ruda flasim për garen pikrisht të 28 dhjetorit, deri të dielën në shtafati i fundit për dorëzimin e listave të subjekteve politike, keni pasur diskutime edhe me nismen socialdemokrate, mund të ketë diçka të re mes PDK-s dhe nismes, apo jo? Nuk e di nëse do të ndodhë ky koalicion, ky ka qenë një nga gjërat që është diskutu, mbetet me e caktu kryetari Hamza këtë çështje, ne i kemi edhe 2 ditë sa di ko, është me mbyllë koalicionet, po ajo për cilën ne po punojmë vazhdimisht është me sjell njerëz të ri, PDK të cilët janë shumët, edhe me ndërtu listën më të mirë garuese për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Pra ende është e hapur si mundësi që mund të ketë bashkëpunim. Po përsa ku ka fat, është e mundur që të ketë një komunikim, kështu që unë nuk do ta përjashtoja plotësisht nëse veç ka kohë, po nuk e di nëse do të ndodhë, thjesht nuk është që nuk e di këtë çështje, mendoj që as nuk është e definuar nga asnjëra palë dhe të shoh. Ka pasur një deklarim edhe sonte të zotit Limaj në televizionin Dugaxhini, konkretisht në Debat Plus, duke thënë që po të kishte vullnet për 1 minutë kohë do të mund të merrte epilog këtë çështje. E kuptueshme për shkak se zoti Limaj ka qenë gjatë në PDK dhe ka qenë pjesë e qeverive të PDK, se njeh PDK-n, ne njihemi me ata. Drejtira tha që emrin